treguar pak a shumë për përplasjen që keni pasur? S'kemi pas përplasje, ka pas shpifje prej kryetorit Roma, 2 shpifje ravazi. E para ka qenë se aksidentin ka dashur me anvesh dhejot në autostradë, siç e dini aty rruga ka qenë e pastruar, nuk ka ardhur si pasojë e dhejot, prandaj është shpifja e parë. Dhe shpifja e dytë e tij të kryetorit Roma gjithashtu është diçka që është e papranueshme kur mundohet me politizu me tragjedi në rrugë. Kjo është e papranueshme, do të me lënë të ndjerin dhe familjen e tij të qetë me uru ngushëllime, po s'ka qenë si pasojë e dhejot në autostrada. Prandaj unë refuzoj, unë s'kam reagu për shkak se du me prit raportin e policisë, që pastaj e tregon gjithë vërtetën, por këtu politizimet me vdekjet në rrugë është e papranueshme për gjithkën. Nuk mundemi me u marr me njerëzit e vdekur në rrugë dhe pastaj me politizu ato. Këtë e ban kryetari Roma, është e pa skrupullt, por nuk është që pres më mirë për ti. Faleminderit. Ju keni thënë se ai do të shkruajë nga burgu?